Arrestime në mes të turmës me çanta të mbushura me molotov, militantët e Partisë Demokratike ndryshe nga herët e tjera u kapën në befasi pa hedhur molotov drejt kryeministrisë. 11 militantë të grupit të zjarrit u arrestuan nga policia, 6 prej tyre në flagrant, ndërsa disa të tjerë me çanta të mbushura me molotov, ndërsa i drejtoheshin kuvendit për sulmin e radhës. Me drejtorin e ri të policisë, Skënder Hita, edhe strategjia ishte e re. Blut e Tiranës në protestën e të premtes nuk formuan gardhin klasik para kryeministrisë, më pak forca policie para godinës së qeverisë, kurse më shumë të tjerë në prapasken, gati për arrestime. Militantët pritën sinjalin nga Berisha për të nisur me sulmin klasik, por në sekond policia hapi gardhin metalik të neutralizoi sulmin me molotove fishek zjarre të grupit të maskuar të zjarrit. Mbi të arrestuarit të rëndojnë veprat penale si goditje për shkak të detyrës, prishje qetësisë publike, prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve dhe municioneve luftarake, shkatërimi pronës me zjarr dhe kundërshtimi punonjësit të rendit publik. Në 7 protestat kombëtare të organizuara nga dhjetori deri në prill, janë arrestuar 91 militant, megjithatë, 80 prej tyre janë liruar nga gjykata, ndërsa me 11 arrestimet në flagrant duket si gjykata e Tiranës nuk do ta ketë të lehtë lirimin e tyre. Përsëritësit e veprave penale prej muajsh lirohen nga gjykata e Tiranës për të hedhur sërish molotov që rrezikojnë jetën e efektivëve që lëndohen në çdo tubim. Provat tani janë 45 molotovët e kapur pa shpërthyer në çantat e grupit të zjarrit, kurse organizatorët të cilët udhëheqin të miturit për të hedhur molotov vetëm procedohen pas çdo proteste. Vetëm në protestën e të premtes, 5 efektiv policie u lënduan dhe morën ndihmë në spitalin e traumës me plagë nga molotovët.